Prova me shpinë e Tito Pashajt. Unë faleminderit. Inderon. Shumë faleminderit. Inshallah Dire që hapë për gjithmonë, po të ashtu dire të ke hapë. Amin, faleminderit. Ishte diri madhë që kemi pranuar. Në pjesë do të harrojë. E meriton. Faleminderit. Inderon, jeni faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit shumë që keni ardhur. Faleminderit shumë për pritjen, krahësi që kam gjithmonë. A me krym për qopë. Faleminderit. Faleminderit inderuar. Imer Bajrami, piktor nga Shkupi. Lëljeta. Shpresoj që ju pëlqen. Ja, shumë mirë. Shumë rrallë shofim ne këtu. Apo? Po. Sipas karakterit njëri të punime qenë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Merci. Shumë faleminderit. Lëljeta? Përshëndetje. Kënaqësit që kem prezant. Është në deri i madh të jem në mesin e shqiptarëve nga Shkodra, Shkupi, Tetova e Prishtina. Faleminderit. Besoj që të gjithë këta që kanë ardhur të përkrahin punën tënde, edhe besoj që secilin e ke bërë të mendoj shumë mbi secilin punin tëndin që ka parë. Cili është mesazhi që do të përcjellësh? Ku është kufiri mes zhurmës dhe dialogut, bisedës, mirëkuptimit? Apo na e ke lënë neve përgjigjen? Ilus musafirët që punimet e mia mos ta shkalohen shpejt, po të ndalen se çdo punim ka dialog me musafirin. Po. Sa punime ka gjithsej? 44 apo 44. Edhe të gjitha në përjashtim të disa janë për e faqe shfaqe, apo jo? Vetëm 4 punime nuk janë tjera, të gjitha janë 40 punime për herë të parë që prezantohen. Unë i studiova pakës dhe më bën të mendoj shumë. Ishte për shembull, kishe përdor fotografi familjare? Po, të stërgjyshit dhe stërgjyshës. Po. Çka deshe me na thonë përmes atij punimi? Që gjithmonë identiteti vazhdon të jetë i mrekullueshëm. Do të kemi një brez të mirë që vazhdon të jemi para. Këtu bollma? Në ball e kam vajzën e cila gjithmonë ka qenë një vajzë zhurmaqike dhe qëndron sot të ma bëj befasi, se ke kom prit të tjetë në ekspozitë. A mund të këtu Lëljeta, kemi pak më shumë dritë këtu? Sot kjo ftyrë e ëmbël, sot befasoj në prezencë të ekspozitës. Në pjesën tjetër e kam të ndjerën Vjerën e cila më mungon, e sot është mesin e artistave dhe prezentume në ekspozitë. Shumë e bukur kjo. Vjera ime, e Kur Vjera. s'kam pa një artiste që e nxjerr Vjerën në ekspozitë? Ku qëndron sekreti, Lëljet? Dashuria e sinqertë ndaj saj dhe me ashtu më ka prit me shumë hare, me buzëqeshje dhe nuk e kam di si Vjerë, po si shoqe. Unë prita që kime thonë ma ka dhënë një burë të mirë. Ajo po se po. Ke përkrahjet të familjes, apo jo? Gjithsesi. Pa ta nuk isha mujt me më rri fare këtu ku jam.